Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me të vërtet njeriu është i përbër prej dy komponenteve. Është i përbër prej trupit dhe prej shpirtit. Sa i përket trupit, trupin në Kur'an është përmend vetëm në dy vende. Shpreha gjism, trup, është përmend në dy vende. Vendi i parë është përmend në formën çmuse, kurse vendi i dytë në formë lavdruese. Zoti i Madhëshëm thot sa i përket aspektit jo të lavdrueshëm trupit, është kur fol për hipokritat, për dyftyrshat. Thot kur i shehti ata, të mahnit trupi i tyre. Kur të flasin ata, ju dëgjohet fjala e tyre, sepse kanë bukuri në pamje, kanë pasuri, janë njerëz që duken shumë komod. Mirë po, Allah thot, ka'annahum khushubun musannada. Ata janë sikur trunjët e palmave që janë të pështetura për muri. E trunjët e palmave të hurme, edhe kur të kalbën mrena ato jashtë duket bukur. Po kjo është trupi i parë që nuk është i lavdishëm. Pra që njeriu t'i kushton rëndësi vetëm bukurisë trupore, vetëm veshje të bukura, vetëm pamjes të jashtme, vetëm kozmetikës, kurse mrena shpirtërisht jetë i kalpt. Kurse vendi i dytë kur e përmend Allah trupin në formë lavdueshme është kur fol për Talutin, i cili ka qenë një udhëhec i Banu Israilëve që ata e kanë zgjedh pejgamberi asaj kohe. E ka zgjedh si udhëhec, si mbret. Edhe ai pejgamberi u thotë Allah ja u ka zgjedh ata sepse i ka dhënë fuqinë në dije dhe në trup. Pra në këtë rast trupi u përmend në formë lavdishme. Pse? Sepse trupi tash kjo pamja jashtë me trupit nuk është brenda e kalpt, po është e mbësht me dituri dobishme. Jo çdo dije është e lavduar. Me pas njohuri nuk është interesant. Po ajo që është dituri kur përmendet në Kur'an është dija e cila të transformon. Pra dija dobishme, dija që ndikon në sjelljen tua, në edukatën tënde, të bën njëri më të mirë, më të sjellshëm, më të prejshëm, të bën rob ndaj Zotit, respektues ndaj prindve, mbajt lihet farefisnore, bën bashkëshort mirë, bën prind mirë, bën kojshit mirë. Prandaj kjo është ai trupi i lavdishëm. I bashku dyjat. Edhe me pas trupin e fuqishëm, dhe kjo gjë e mirë është, nëse ai trup është i pajisur me dituri. Se ti nëse nuk i dituri, nëse nuk je i pajis me dituri dobishme, s'ka të nevojitet ai trup i bukur. Ai është pikërisht sikur ato palmat e kalpta, të cilat vetëm nga jashtë duken mirë, mrena janë të kalpta. Nuk ka kurfar dobije prej trupit tën nëse nuk je i mbushur me dituri. Prandaj xhevahiria margaritare është që ne ti kemi që të dyjat. Ti kushtojmë rëndësi edhe anës brendshme me përmirësu me dituri dobishme, dituri që na transformon, po edhe trupit mi kushtu rëndësi duke ushtru, duke ecë, duke lëviz, sepse kjo është ajo forma më kompletuese e njeriut.